Sofra nuk kishte më për aq sa ishin antarët e familjes. Nuk kishte ndante më, sepse prodhimet mbeteshin në fush, sepse të smurt nuk kishin më ilaçe për të mjekuar. Qendra shtetësore u shkatruan. Çfarë ndodhi në Korçë 12 vite për qytetarët? Mendojni pak. Ka bërë 12 vite gjysmë e rrugës Korçë Ersek dhe ajo shemet çdo muaj. Çfarë ndodhi në Korçë? Rruga Qaf Ploç Quks ka 12 vite dhe s'duket kërkun. Çfarë ndodhi në Korçë? Shkollat u mbyllën njëra pas tjetrës. Numri studentëve ra frikshëm. Ndërmarrjet falimentuan dhe fermat falimentuan. Miq, korçarë dhe korçarë të mençur, mos harroni kur një moment. Ai që erdhin pushtet me votë në 2013, ai krenarisht, kalonte nga një studio televizive tjetër me hekura ndorë, për të terrorizuar qytetarët e vetë. Mendonte se në këtë mënyrë ai do të dominojë mbi ta, do t'i bulizoj ata. Në këtë mënyrë ai tregonte të vërtet fytyrën e paarzëve të tij, të cilët kishin firmosur varje të kundërshtarëve politik. Erdhi në Korçë dhe erdhi si pazaregji. Mendoj se këtu me nikon e tij do mund të blinte një qytetar të thjeshtë të Korçës, njërin prej jush. Do mund ta blinte, sepse miq, do mund ta blinte, sepse nuk i duronte dot kritikat e tij, nuk duronte dot shpirtin e tij të lirë, dhe u bë gati ta blinte. Mirë po, qytetari i Korçës, cilit i unë uroj sot ditëlindjen, rastisi njeri prej jush, rastisi me karakterin tuaj, me normat tuaja morale, jo të sojt të ti, as të peleshit të ti, dhe gjithë fushata e ti u përqendruan në Korçë të ky njeri që i uroj dhe i 120 tjera Ilir Vrenozit.